kryetar, faleminderit. U mora shkas faktikisht nga kryetare e komisionit, e cila në fjalën e saj u përpoq të paktën sa kuptova, tani tu edhe tonaliteti ndryshon sipas humoreve. U përpoq që të thoshte që ky projekt vendim është për të votuar dhe për të mbështetur sepse ka të bëjë me rikonstruksionet e kopshteve të tjera. I theksoj shumë këtë dhe unë me të drejtë po shikoja këtë projekt vendim. Faktikisht, i gjithë ky projekt vendim të zëri rikonstruksione kopshtesh ka vetëm të investimet e bashkisë, rikonstruksioni kopshtit numër 1, Shtesë, thot në Klapa. Sa i përket gjithë shpenzimeve të tjera, pastaj që janë maramëndse, dhe që nuk e di nga dalin këto kosto, gati 2 milion euro ose 2 miliard lek, shkojnë të gjitha për administratën e bashkisë, shpenzime, që kanë të bëjnë veçanërisht me atë ngritjen e strezës për kafshët, që normalisht nuk është e gabuar, po që ashtu siç është diskutuar edhe në komision, jemi duke paguar shumë maramëndse për një kafsh, ku ndërkohë jemi po ne në këtë këshill që atë ndihmën ekonomike për njerëzit realisht që kanë nevojë e kemi super qesharake. Janë kosto jashtëzakonisht të larta për një bashki e cila paguan, thash dhe njerë, për ndihma ekonomike, shifra shumë më të vogla për njerëzit. Ndërkohë, për një qen, kafsh, ne do paguajmë shumë më të larta se sa paguajmë ndihmë ekonomike për njerëzit. Është domethënë absurditet. Nuk them se nuk duhet bërë, po duhet bërë me kosto minimale. Nuk mundet të superoj kafsha qenie njerëzore. Ky është mendimi im. Në të njëjtën kohë e kam edhe si pyetje, po edhe si diskutim. Përveç të tjerash, kemi një kosto të shtuar, që ka të bëjë me shpronësimet. Unë nuk e di si zyra e planifikimit, apo e projektimit, apo prioritetet që bën dhe që ka Bashkia Vlorë për investimet, të mos llogariten edhe shpronësimet. Se tani po dalim këtu që Bashkia Vlorë do shpronësoj të paktën, janë 7 projekte këtu nga sa shikoj, që kapin vlerën 1.3 ose 1.4 milion euro shpronësime, që ka të bëjë me disa vendime këtu dhe projekt vendime dhe projekte për cilat këta zotrin na janë burru që po i kaloni në buxhet që do ndryshoni faqen e qytetit, ndërkohë çfarë ndodh? Kemi 4-5 muaj ne që kemi ratuar projekt buxhetin, që logjikisht këto projekte do duhet të kishin filluar minimalisht, të kishin mbaruar procedurat e prokurimit dhe të ishin lidhur kontratat për të bërë të prekshme nga qytetarët. Ne jemi në muajin e 5 afërsisht të këtij viti, në cilin ne sot po kërkojmë lek për të kaluar për shpronësimet, që realisht janë një zë shumë i rëndësishëm dhe për cilin kemi pasur edhe debat këtu se çfarë ndodh. Bashkia shpronson pronat private me çmime qesharake, më pas subjektet private i drejtohen gjykatës dhe këto vlera 10 fishohen, 15 fishohen nga gjykata sepse shpronësimi që bëjmë ne nëpërmjet bashkisë, ekzekutivit në këtë rast, janë me çmime qesharake, si për truallin, ashtu edhe për objektet. Në të njëjtën kohë, marrin dhe një shumë të konsiderueshme që thash është rreth 1.4 milion euro që shkojnë për shpronësimet. Pra, unë nuk shikoj ku janë investimet këtu, kur thuhet edhe nga komisioni dhe përfaqësuesit e Komisionit të Ekonomisë, me gjithë dashamirësinë për t'i mirë kuptuar dhe me gjithë dashamirësinë dhe për t'i votuar, kur ka investime, e kam thënë dhe herë tjera. Ore, kur do jetë ajo ditë që ju do sillni 10 projekte me 10 financime, bashkëfinancime, që ne këtu të vime të themi, ore, shqyro zot, i votojmë dhe ne. Po ne nuk mund të votojmë një strez që thash dhe njerë, për një qen paguhet më shumë se sa për një njeri, se është e pafalshme. Kam parë dhe atë relatimin që bëjnë këta për projekt vendimin për ngritjen e strezës, ku thonë, i kërkuam njësisë administrative Novosel, nuk ka ambient, i kërkuam njësisë administrative Orikum, nuk ka ambient, i kërkuam njësisë administrative Shushic, nuk ka ambient, i kërkuam qendrës, nuk ka ambient, dhe ne tani me që se s'ka ambient në këto njësitë administrative, se kam pyetur bashkin vetë ta qendër këtu që ka ambient apo jo, ne tani do ta bëjmë këtë thot ai me privati. Pra këta kanë gjetur dhe privatin që do t'ja japin këto lekët, edhe strezën e qendve, do të çojnë edhe disa punonjës të tjerë. Kjo zonja që ta dini ju se po bëja një llogari para se të mbaja këtë fjalën për këtë projekt vendimi, ka rreth 150 ditë në punë dhe ka marrë 150 vet. Ai bie çdo ditë ka punësuar një njeri. Se këta kanallin e votave, zonja Epiniqi Mërkuri, nuk kanallin të shërbejnë qytetarëve. Kjo zonja me sa duket ka projekcion për 2027-ën. Nuk e dim si do performoj deri atëherë që të shikojmë liderin global do ta
do ta miratoj apo jo për të qenë sërish kandidatur për zgjedhje vendore, po është e pafalshme që në 150 ditë çdo ditë të marrësh një njerin punë. Dhe pastaj themi do ulim kosto. Ore çfarë kosto do ulim ne? Çfarë kosto do ulim? Ditë për ditë një njeri ka zonja që punson. Të bënin ai punë të mirë çdo ditë do ta falenderonim dhe ne. Po jo, këta se kanë mendjen për të bërë punë të mirë. Ta kanalin si të frynë administratën, si të frynë kostot, që pastaj të vinë këtu dhe të thonë kemi shpenzime për administratën kaq lart. Kështu që mendoj që ky projekt vendim është në vazhdim atyre projekt vendime në të cilën fshihen shpeshherë dëshira për të vjedhur dhe për të shpërdoruar fondet e taksave dhe tarifave të qytetarëve dhe siç thanë edhe kolegët, do ishte e udhës që ne tani mos të vim të çdo muaj për të bërë një ndryshim në VKB numër 100 për miratimin e buxhetit se na dolën ca lekë të tjera. Tani se këto kush i kontrollon këto lekë? Ne vim këtu çdo muaj kemi një rialokim, se morëm ca lekë, na dolën ca me thesarin rakordime 1 milion, 2 milion, 3 milion. Ore ta bëjmë një herë mirë të punës, se është e pafalshme. Është e pafalshme edhe për juve, se ju kërkoni pastaj 26 vota, se do 26 vota për të, ndonjëri ikën edhe fillon pastaj manipulimi, ishim 25 apo ishim 26. Ti bëjmë njëre mirë që edhe ju s'keni problemi, sillni njerë këta zotrin që i keni në atë grupin e WhatsApp-it dhe u thoni urgjent në datën kaq se na duhet, edhe. Kështu që mendoj që është e tepërt ky projekt vendim, megjithatë unë e di fundin edhe